Tirana Bank ka ndërmarrë një hap tjetër të rëndësishëm në forcimin e rolit të saj si katalizator i rritjes së qëndrueshme dhe inovacionit në Shqipëri. Banka ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, duke siguruar një paketë financiare deri në 10 milionë euro për të mbështetur dy prioritete kyçe: fuqizimin e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe zhvillimin e mëtejshëm të financimit të tregtisë. Ky bashkëpunim shënon partneritetin e parë mes Tirana Bank dhe Bersh, duke nënvizuar rëndësinë e investimeve të qëndrueshme dhe inovacionit financiar, ndërsa Shqipëria vazhdon rrugën e transformimit ekonomik dhe integrimit në tregjet europiane dhe rajonale. Do të krijojmë një program për lehtësimin e tregtisë për të ndihmuar me tregti në bank. Dhe po nënshkruajmë gjithashtu SME Reboot, që do të ndihmojë bizneset e vogla shqiptare me investimet e tyre të gjelbra. Gjithashtu do të rrisë konkurrueshmërinë dhe do t'i përafrojë me standardet e BE-s. Është një program shumë i mirë, i mbështetur nga Agjencia Zviceriane për Bashkëpunim Ekonomik SECO, dhe jemi shumë të lumtur që po fillojmë një marrëdhënie me Tirana Bank. Për drejtorin e përgjithshëm të Tirana Bank, Dritan Mustafa, ky partneritet dëshmon vizionin afatgjat për fuqizimin e bizneseve shqiptare. Jemi krenar dhe entuziast që po fillojmë të bashkëpunim të ri me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, një nga institucionet financiare më të rëndësishme ndërkombëtare me aktivitet në Shqipëri. Duam të angazhohemi sistematikisht edhe në financimin e ekonomisë së gjelbër, duke pozicionuar Tirana Bank si një katalizator për inovacionin dhe konkurrueshmërinë në tregun shqiptar. Tirana Bank, pjesë e grupit Balfin, është themeluar në vitin 1996 si banka e parë private në Shqipëri. Partneriteti me Bersh përfaqëson një hap të natyrshëm përpara, duke forcuar ambicien e Tirana Bank për të qenë një mbështetëse kryesore e investimeve të qëndrueshme dhe një partner financiar i besuar për bizneset e çdo madhësie.